Dhe e fundit është, kujt i beson shpirtin. Kjo është më e rëndësishme nga gjitha. Edhe kjo është, Psalmet 23 thotë, mos ja harroft të gjitha ofertat e tua dhe pranoft holokaustin tënd. Holokausti ishte sakrificë që bëhej, merr një kafshë e tërë, ti vije kokën, dhe ai të zëvendësonte në një farë mënyrë, ja si e përshkruan Levitiku. Në rast se oferta e tij është një holokaust, një kokë baktie nga kopeja, le të ofrojë një mashkull pa tmet, ta çojë në hyrjen e çadrës së mbledhjes me vullnetin e tij përpara Zotit. Do të vër pastaj dorën e tij mbi kokën e holokaustit, që do të pranohet në vend të tij, për të shlyer dënimin në vend të tij. Këtë për ne e bëri Jezusi. Ne s'kemi pse bëjmë gjëra të tilla. Por ajo që shoh këtu në Shqipëri, se jashtë nuk është se kam jetuar, po këtu në Shqipëri është një gjë që ne shqiptarët në rinj, jo se i ngatërrojmë, po ne mendojmë sigur Jezusi ka nevojë për çiknim. Am kuptoj, do thonë, "Ore ç'a po thua?" Më ndiq. Do të tregoj një histori që më ndodhi para ca kohësh, që kam përshtypjen përfaqëson një pjesë të mirë besimtarëve në Shqipëri. Do shkoja në një takim. Para se të shkoja në takim, ndaloj pi një kafe me një shoqe. Piva kafen, po e piva çik më shpejt se do ikte ajo në punë. Pastaj po rria aty vërdall dhe e thash, "Ua, më duket se më hajt një çokoladë." Do thoni ju, qa ka kjo për të habit? Tani, kur unë blej një çokoladë, mendoj 20 herë sepse unë nuk i kam qef çokoladat. Dhe një herë në vit që mund të më shkoj mendja, ndodh 99.9% të rasteve që unë të haj një 4 ore të vogël, dhe ua, po pse e bleva unë? Pse menova që më haj? Por atë ditë ishta e bindur që më haj çokoladë. Kështu që shkoj dhe e blej çokoladën, si që thash, haja të copën e vogël, nuk ka haja do të më. E filloj thash, ua, po pse e bleva, saj natë, kush e mban dorë, e fut në xhep, shkri. Edhe shoh një gruaj që e njoh, kisha treguar për Jezusin, kishte besuar Jezusit dhe ka pranuar Jezusin. Edhe sa mirë që të pashi, them unë. Ai do këtë çokoladë, mos ki merak se nuk I kam prekur, vetëm këtë copën e vogël kam ngrënë. Ajo s'po dite si të ma thonte, po dëgjoj be, tha, unë jam agjerim. E do më ketë rrejt fytyra, se filloj të ma justifikonte, po dëgjoj, se unë nuk është se agjeroj për ndonjë gjë, për të pastru trupin, më kupton, se, po mirë, them unë ti e di, edhe unë iki. Pas pak, ca javësh, ase se mbaj mend. Mirë, takoj prapë dhe më thot, moj, a ishe mbrëmtit e kisha ilaçit? I them unë, qa dua unë të kisha ilaçit? E me sa duket prapë, fytyra do ketë bërë në mimik shu, çuditshme. E më mirë si bën dhe ti, tha, për Jezusin flasin dhe ato. I them unë, dëgjoj, po na mëse 3 marta duhet shkosh si bën dhe ti. Unë shkova me gocat, morëm portofolin, I prekëm ande, ndezëm ca qeri, mora bluzën e çunit, se kemi përmall. Edhe po mi thonte me kaq entuziazëm. Edhe po ja thoja një shoqe, siç po ja them ju, edhe disi më tha, ti betha ja egzagjeroj qik gjonat. I them unë, qa thua? I ka egzagjeroj qik gjonat, a dish, se nuk ka najtë keqe, se mirë ka thënë, qa të keqe ka? Tani, unë da e bëj qik personale. E di pse da e bëj personale? Se kur bëhet fjalë për Zotin, që bëjmë gjithne, mama, se s'ka gjallë, sigur qa. Tani do e bëj personale. Sa për jush janë të dashuruar? Jo të martuar, jo të fejor, të dashuruar. Sa janë të martuar? Ajde. Të fejuar? Bukur. Tani, ti do imagjinosh burrin ose gruan tënde. Mos u mërzit me mu, du që ta ndjesh këtë punë e kësaj historie. Tani, imagjino të vi dashuri burri ose gruaja të thotë, dëgjoj shpirt, këtë muj, unë do rritë e kom shiu lartë, do pastroj trupin, më vjen shumë keq. Edhe sikur mos fjafton të thonë, dëgjoj se 3 marta që të na ecim bar, unë do e të shkoj ta ilagjes ma tanë.
Se nuk ecën bare, disa bare ecën. Të ndezim qëri. Djo, duket si e shëmtuar. Unë e kisha gri Elvisin. Por në Bibël kështu quhet. Qoftë se besimi yt nuk është vetëm te Jezusi. Quhet kurvëri. Më falni për fjalën e përdorur. Por kështu quhet. Edhe kur e mendoj në këtë mënyrë, unë e ruaj veten time. E ruaj veten time nga perënditë të tjera, nga gjërat që besojnë komshit, apo kushdo lloj qofshin. Edhe kjo është sfida ime. Kujt ja beson ti shpirtin? A mendon ti që vdekja e Jezusit në kryq mjafton? Është ide për të lanë mëkatet tuaja, është ide për të beku familjen tate, për të çliru ty nga çdo lloj mallkimi. Sepse, nuk e them unë, Jezusi e tha vetë kur ishte në tokë. Gjoni 14:6, Jezusi e boni shumë të qartë, nuk la hije dyshimi. Nuk la që thush, apo se kjo është gri, nuk është kështu ose ashtu. Shikoj si e thot. Jezusi i tha, unë jam udha e vërteta dhe jeta. Askush, asnjëri nuk vjen te Ati përveç se nëpërmjet meje. Të njëjtën gjë pak a shumë thot edhe Pietri te Veprat e Apostujve 4:12 dhe thot, dhe në asnjë emër tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që është dhënë njerëzve me anë të cilit duhet të shpëtohemi. Dhe Galatasve 6:20 thot, duke ditur se njeriu nuk shfaqsohet me anë të veprave të ligjit, por me anë të besimit në Jezu Krishtin. Besuam edhe ne në Jezu Krishtin, që të shfaqsohemi me anë të besimit në Krishtin, dhe jo me anë të veprave të ligjit, sepse asnjë mish nuk do të shfaqsohet me anë të veprave të ligjit. Të dashur, kur shikon të tjerët, mos bëj si ata. Qofse ti e ke njoft Jezusin, është Zoti i zemrës tate, mos kërko gjëra të tjera. Janë justifikim e koti, jo pastrohet trupi, jo s'pastrohet trupi, jo po kjo, jo pa jo po dhe këto Jezusin, lexoje Biblën. Studioje për veten tënde dhe do shohësh që nuk ka, si thot, nuk ka me këtë shpëtohemi tjetër. Jezusi mjafton, nuk kemi pse kërkojmë. Mos e lër zemrën tënde të kërkoj në përvende tjera. Kjo është histori e vjetër. Po ta shohësh në Bibël, sa e vjetër që është. Njerëzit kërkonin, Zoti çlironte, njerëzit shkonin pas idhujve. Kërkonin Zotin, Zoti çlironte, për një farkoj njerëzit shkonin prapë pas idhujve. Mos bëj të njëjtën gabim. Shpirtin tënd mund ta çliroj vetëm Jezusi. Sepse po të kishte mënyrë tjetër, Jezusi nuk do kishte vdekë në kryq. Edhe po ta shohim një natë para se Jezusi të kryqëzohej. U lut para Atit dhe i tha, o Zot, nëse ka një mënyrë tjetër, aman. Nuk kishte mënyrë tjetër. Kështu që për të mirën tënde, e ndaj nga shpirti, se u a them shumë shpesh, kalamajve, familjes, mos kërko vend gjëtiju. Shpirtin tënd e shpëton vetëm Jezusi dhe mjafton. Dhe për ta mbyllur, do e mbyll me vargun e funit, që thot, ata u përkullën dhe ranë, por ne u ngritëm përsëri dhe mbahemi në këmbë. Për të rënë bien të gjithë. Për të ngritur, do ngrihen ato që i besojnë Perëndis. Zemra e të cilëve do kërkoj Perëndin, në kohë fatkeqësish, në të përditshmen, gjithmonë duke i besuar shpirtin Perëndis. Kështu që sfida ime për ty është qëndron këmbë duke besuar Perëndis
zemra jote mos kërkoft kur, në çdo lloj situate të sjell jeta, mos kërkoft kur perëndi të tjera përveç Jezu Krishtit.